në Amerikë tjafton një thënë në fillim të shekullit të kaluar nga njëri ndër shqiptarët më të mëdhenj që ishte në Amerikë ku veproi dhe punoi për një kohë të gjatë, Fan Noli, u bë edhe titulli i një libri të sapo votuar nga shtëpia votuese Koha me autore Stacey Sullivan. Ajo që e bën të veçantë këtë libër është se nëpërmjet të një rrëfimi individual të një të riu nga Kosova që shkoi në Amerikë dhe prej atje u angazhua për luftën e UÇK-s, jep edhe në titulli me njëherë të librit që thotë si e bindi Pullaziu një Amerikës të hyjë ky shtet në luftën në Kosovë, por cili është ky njeri, si u përfshin në ndihmën në UÇK-n, si organizoi kontingente tashmë të fashme dhe të shumë përmendura gjithandej të armëve me avion që vinin nga Shtetet Bashkuara të Amerikës drejt Shqipërisë, si i kaloi të gjitha peripecitë që i dolin gjatë asaj kohe dhe çfarë mendon për atë që po ndodh sot në Kosovë dhe gjithandej. Pra do të flasim me ftuarin tim sot në studio, zotin Florin Krasnisi. Mirë se rrugë. Pra të filloj me çështjen që përmenda në hyrje, si u inkuadrua Florin Krasnisi në luftën për Kosovën? Rrjedha e jetës teme si emigrant në Amerikë është rrjedha e njënit prej mia shqiptarëve që u larguan prej Kosovës në vitet 70-ta, 80-ta, 90-ta. Unë jam njëri prej qasaj valës të emigrantëve që shkuan në Amerikë edhe në Evropën perëndimore. Po në Amerikë u gjendëm më mirë se kushtet ishin tjera të jetë, se ishim në pozitë më të mirë për me punu dhe me vepru. Angazhimi jam në luftë, unë e kam menduar se gjithmonë do të angazhohem si ngrihen e vendit tem, si njëri prej pjesëtarëve. Po kurse si në pozitë çfarë u gjenda më vonë vitin 97, 98, 99, asnjëherë nuk kam ndruar që do të marr një barë ashtë madhe për lirin e Kosovës, pse nuk kam qenë një ekspert në një luftë ushtarake ose të tjera. Arsyet, shkaqet për angazhimin tim në luftën shumë të kur të shqiptarë tjetër, po shkaqet për involvimin tim çast më në luftë janë në dy vrasja Adrian Krasniqit dhe bashkëpunimi me Ilir Kunoshevcin. Adriani ishte në Kushërimi, u vran në Kliqin në natën e 15-16 tetorit në 7-ës. Vrasja Adrianit jo që më ndryshoi mua, po ndryshoi pothuajse tonë në rrjedhën e luftës Kosovës. Adriani për vëmendjen e shikuesve ishte pra ushtari i parë i UÇK-s që ra në uniformë në natën kritike se përmendur kur sulmoi stacioni policisë në Kliqin. Adriani ndryshoi konceptin e luftës mbrojtësit shqiptarëve. Shqiptarët qysh prej invazioneve të para serbëve prej Topliceve, prej zonës tjera tash të Serbisë, kur që 130 vjet atak serbëve shqiptarët gjithmonë u mbrojtën shtëpi, u mbrojtën fshat, u mbrojtën diku. Edhe Adriani e sulmoi stacionin e policisë. E ndryshoi mentalitetin. Adriani u tha shqiptarëve dhe botë se dhe na dim në sulmu, i ataku serbë. Edhe vetë ataki që i boni serbë Adriani e ndryshoi botën në mendimin e shqiptarëve se edhe na mundemi i ataku serbë. Kështu që nuk ka involvu personale trasja ati edhe bashkëpunimi me Ilir Kunoshevcin. Edhe në atë kohë, edhe kur u vra në uniformë Adrian Krasnisi, kishte skepticizëm në Prishtinë nga lëvizja patësore se a është e vërtetë se dikush kishte dalë pra në uniformë të UÇK-s dhe vërtet kishte ndërmarrë një sulm, pra thuaj se edhe mund të ishte një dorë zgjatëse në Serbi, se çështje të tjera, pra kishte një skepticizëm se mund të bëjë një organizim i tillë që t'ia kthente pushkën Serbisë. Mendoj se vrasja e Adrianit të mbylli dorën zgjatën në Serbisë. Adriani, familja janë që jem njoftën si Sylesh të Vrancit, nuk kemi qenë kur dorën zgjatën në Serbisë. Familja e Sylesh të Vrancit historikisht, radha e dëshmorëve të familjes tonë është e gjatë. Kështu që na nuk kishim dorë zgjatë në Serbisë, Dubagjini, Kosova, Ardente, se na nuk kishim dorë zgjatë në Serbisë. Njerëzit e kuptuan se vërtet nuk ka dorë zgjatë në Serbisë. Unë mendoj se kjo rezistenca faqësore është pyetje shumë e gjatë sa i boni dama dobi Kosovës. Unë nuk e kam përgjigjen për ta, po ndërgjegja jam thotë se ka dëmtuar imazhin e shqiptarëve, e ka dëmtuar imazhin e qëndrueshmërisë, e ka dëmtuar imazhin tanë si popull krenar. Në librin e zonjës Sullivan thuhet se ju kishit besim deri në çastin pra që po përshkruanin me vrasjen e Adrianit se
ndoshta duhet vazhduar në rrugën paqësore, nuk ishit vetë të bindur se mund të bëjë diçka më tepër. Po unë më se deri në Dayton kam besuar se ka një kompromis me Serb, ka një kompromis. Vetë fakti se ata bën krime të mërshme në Bosnjë dhe të marrë parasysh se bosnjakët janë një popull praktikisht në Serb dhe 25% martesave në kondër etnike dhe që ajo bën atër trishtim popullit, friga këtu ishte shumë e madhe, organizimi ishte shumë i nivelit tëll, Shqipëria ishte shumë e dëbë. Të i marë gjitha këto rrethana parasysh, i shumë zërë me njës një luft me Serb, kësone gjithmonë kom mëndu se lufta me Serb do të fillon në instanca tjera, qeveria Bokoshi, organizimi shumë më i mirë, Rugova si komandant i përgjithshëm i forcave të armatosune, do të një fill do të fillonte një rezistencë për profesionistë me angazhim diasporës, me financa, ajo nuk ndodhi krejt e kundër ta. Lufta organizu për një grupi të vogël të emigrantëve në Zvicër, shumë majtista, mos me thonë krejtësisht komunista, grup shumë i vogël për një grupi djemëve të ri këtu, krejtësisht pa provojnë luftë, as guerilla, as një lloj provoje, vullnetarët të maj po pas një lloj provoje dhe rrjedhat shkun ashtu që shkun, po mund të ndryshuar. Si shkon në rrëfimi juaj personal? Pra ju ishit vazhdoni të jeni edhe pronar i një kompanie të suksesshme në New York të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra që për vënien e cative, pullazëve, dhe si fillua të ndihmoni në libër përshkruhet, pra përshikuesit ton të ndihmoni fillimisht duke bler robe dhe pastaj vazhduar dikur në vonë në anë. Po është shumë problem çështja e njohurive rreth çka është që ka. Se kush nuk tregoj ke kur gjë, as Adriani, as Iliri, as tjetër, gjithmonë u mbajke sekret se kush ç'është. Mas brasë, çka thotë Adriani? Mas Adriani sigurisht që kena duhet shumë thjesht. Nuk mirë që bën po krym. Njeriu i parë që më ka treguar që u që ka nuk ka kur gjë. Është punë e konshës. Mas brasë Adriani. Thoni se Adriani ka pasur edhe të vështirë, se të thoshte se mos treguan ndonjë mbështësi? Nuk, mos më sqaru shumë rreth çka bëhet me luftën. Gjithmonë është majtë më shef, të më thonë shtabi është mistifikuar, ku ka gjithë, kush është shtabi, kush është. Unë gjithmonë kam mëndu si ka një shtab, nuk kom ditë se që Italiti me do, si Hafija të në atë djani në shtabi. Kom mëndu se shtabi është dikon një shtab, bojnë një mbledhje, shtab, ta më në shtarak, se kreguar që ka bëndu, fjatër percepcion, se ka një shtab. A i shtabë së konë kur gjonë, një telefon atje, një telefon ka shtabë, atë komunikatat. Ne, se u kry luftë e pa luftë, po u kryer. Ajo është e kalumja. Ilir Kërëshesi ma spigoj se nuk ka kur gjonë. As kem arme, as kem pesha, as kem rënjës edhe atë me Ilir Rulle më bom listën e logistikës. Ku takuat ju me Iliri që shkojnë pak në... Jetojke në Golem, në shpinë një Hajibab, si të shi. Jetojke në vajzën edhe në Nusën, në Golem Shqipërisë, Dilaveri, bashkëpunëtori i ngushtë i Ilir Naim, duke dhe kanë, poshtë në vapit. Jetojke në Tiranë, edhe më duke që në banes të Dilaverit të Naim Hazirit, duke dhe kanë, u takume dhe mas desë me Iliri në qështë Tiranës një lokal në tërvej. As kem kur gjo, as kem arme, as kem roba, as kem pare, as kem kur gjo s'kem, veç fjallë kem. Unë kem disa vullnetarë të maj, pa kur një mbështetje. Edhe atër unë fillova në blemin e robave, fucave, tërbive, të nas, gjanave që musha mi ble shumë thjesht. Liber sqarohet shumë mirë. Dikur ma vonë fillum edhe blemin e armëve. Problemi në armëve në mësoj blemi në armëve në mushim i ble në Amerikë, mushim i ble. Ishë mushim i ble, po mi të transportu, ka mësoj një djali unitit Gjani, a e në mësoj që shpi prumën. Pasi që në Evropë, edhe pra në Kosovë, dhe gjithandej, është e vështirë të mendohet pozita ku shkon dhe blen një armë në një dysak, dhe pastaj mund të abartësh atë jo me leje shumë veçanta e të tjera. A mund të na shpjegoni se si blejen armët, bleshin atëherë në Amerikë? Shumica e shteteve në Amerikë, ligji për blemin e armëve është shumë liberal, shumë i lirë. Për shembull, New York është më e vështirë, New Jersey është shumë i vështirë.
edhe një krahasim që për shikues është shumë interesant. Për shembull, Pennsylvania është tepër i lirë ligji për liberal, për kriminal. New Jersey është shumë i vështirë. Ata ekstremistat e Pennsylvanisë blejnë arme edhe gjujnë me armë në New Jersey, filmat lirojnë në New Jersey, edhe kur shkojsh me blej armë në Pennsylvania, thojnë BKI-a jetë i Republikës